pak kohë, bëhen 3 vite që kur kam marrë drejtimin e kombëtares, edhe jemi në një moment shumë të mirë, shumë të bukur të kombëtares që në mbylljen e këtij një viti rrugtimit të kualifikuesave për botrorin, jemi ende në lojë për të shkuar drejt play-offit. Kemi 2 ndeshje shumë të rëndësishme përpara dhe nuk është momenti jon në këto momente i federatës, por dhe nuk ka qenë më përpara që ne të marrim lojtarët të cilët luajnë 100% me klubet e tyre. Ne nuk është se kemi mundësi të zgjedhim nga 70 apo 80 lojtarë, kemi diku tek 45-50 lojtarë të cilët i ndjekim vazhdimisht. Dhe Nedim Bajrami është lojtari i cili ka bërë një rrugtim shumë të mirë me kombëtaren ton. Dua t'ju bëj një pyetje, cili është lojtari i cili është golashënuesi më i mirë me kombëtaren në këto kohët e fundit, vitet e fundit? Në fakt është Nedim Bajrami me 7 gola. Më pas vjen Yasir Hasani me 6 gola, Rejmanaj me 4 gola edhe në vazhdim. Nedim Bajrami është një lojtar për të cilin unë kam shumë besim, edhe ai vetë nuk është i lumtur që nuk po luan, nuk po merr minuta me klubin e tij, por ne kemi pasur më përpara lojtarë të cilët i kemi grumbulluar dhe të cilët kanë qenë në fakt jashtë listës së skuadrave të tyre, të klubeve me të cilën luajnë. Kështu që tani është momenti për të vlerësuar lojtarët të cilët kam grumbulluar edhe për të punuar me ta. Në fakt nuk është, do të jetë një ndeshje e vështirë, në respektoj shumë Andorën si kundërshtar, sepse në ndeshjet e fundit ka marrë barazim në miqësore, ndaj Letonisë, ka një humbje ndaj Serbisë, në fakt po të kishte mbaruar ndeshjen në 45 minutat e para, do të ishte një barazim. Pati edhe ishte një ndeshje goxha e vështirë, unë e kam parë, me një kundërsul, me një cross majtas, mund kishte marrë barazimin në atë ndeshje. Do të jetë një ndeshje e vështirë, sepse ata janë një ekip të cilët luajnë me zemër edhe me shpirt, mbrojnë shumë 100% e tyre edhe nuk do të jetë lehtë për neve, por nuk më takon që nuk dua të bëj llogari në këto momente. Kemi bërë një rrugtim të mirë deri më tani, kemi vetëm një humbje ndaj Anglisë, edhe unë pres që të futemi në fushë të ndërtojmë një lloj intensiteti loje, po të gjithë e dim, gjithë vendi, neve, stafi, e dim që do të jetë një ndeshje e fortë edhe e vështirë.